Ne më gënti janë coach, regjisor, skenarist, producent filmi, besoj njohin ose shpresoj të njohin. Kam marrë pjesë me filmin tim të parë, quhet Dita Zofill, bashkëprodhim i 2017-s. Dhe filmi im i dytë, që është Një filxhan kafe dhe Këpucë të reja veshur, bashkëprodhim i vitit 2022. Agimi do ta humb shikimin në mënyrë graduale, por të pakthyeshme. Ti, Munim, merak, ju. Emocionat e para kur kam prezantuar filmat e mi në festivalet të ndryshme ndërkombëtare, po dhe kombëtare, kanë qenë filmat e mi të shkurtër, sigurisht si student, si njëri që kisha shumë pasion kinografin, vjen nga një background tjetër. Ato momente para kur unë kam ndarë me publikun, këtu, po edhe jashtë, kanë qenë momente shumë mbërslënse për mua dhe shumë dhe janë gjatë në kujtimin tim. Kurse pastaj, nuk e di, do të them dokumentare që kanë bërë Noto Karuash ka pas goxha qasje të mirë ndërkombëtare dhe kombëtare. Dita Zofill pa shu premiera botërore dhe festivale të tjera që janë po aq të rëndësishme. Me thënë drejtën, unë jam partizani i festivaleve personalisht, pavarësisht se profesionalisht ne duhet të jemi pjesë e festivaleve të rëndësishme, gjë që për fat mirë kam qenë, po jam partizani i festivaleve të vogla me zemër, ku selektorët, drejtorët e festivaleve, ato që bëjnë festivalin e bëjnë sepse duan të hapin diskutime mbi kineman e vërtet, kineman autoriale, kineman në zemër, kineman me shpirt, kineman estetike që prodhon pafund gjuhë të reja kinematografike. Për mua kjo ka shumë rëndësi. Dhe në këto lloj festivalesh ti ke mundësi që nga që je shumë i relaksuar nga premiera botërore, nga media ndërkombëtare, nga review-t e kështu me radhë, juritë, çmimet e gjithë to pjesët që po themi industria i ka ngritur, për mua s'do të ekzistojnë fare. Ti je i lehtësuar, e ke marrë feedbackun e premierës filmin tënd dhe në një farë mënyrë fillon të diskuton vërtet për filmin, mbi filmin, për atë që ka filmi brenda dhe për ata njerëz që vinë dhe shohin filmin tënd me lup dhe i bëjnë një lloj autopsie, kështu të holl, të prerë shumë holl sa një flet cigare. Për mua kjo ka shumë rëndësi në kineman autoriale. Para krahasimi është komplet i pa për mendimin personal, se tash do flas nga mendimi personal. Është totalisht i pa vend për një arsye shumë thjesht. Autorët e viteve para 90-s kanë operuar në kushte totalisht të ndryshme. Kinema ka qenë një kinema kryesisht propagande. Disa prej tyre për mendimin tim personal janë heroj sepse janë përpjekur që të i shpëtojnë censurës nëpërmjet gjuhës kinemas, po themi mizaskenës, e ku diun gjërave që regjisorët i bëjnë, për të treguar fuqinë e vet regjizoriale, por nga krau tjetër tematikat ishin ato që ishin dhe ka pas regjizor të jashtëzakonshëm në atë kohë. Në atë kohë kishte vetëm një gjë që për mendimin tim është duke qenë se kinema është propagandë, shteti përdoret si propagandë, siç përdor televizionet sot. Gjithë fuqia ishte përqendruar në kinostudio, do thotë që prodhimi ishte në një farë mënyre më i lehtë në kuptimin e merrte shteti përsipër. Pra, nëse do doje të kishe po themi 1000 veta figurant në set, ti mjafton të merren telefon ku diun diku më lart se ty dhe ai merrte në telefon një fabrikë dhe punëtorët pushonin së prodhuari, nuk e di, guzhinjeta dhe vinin pastaj të bëshin figurant në film, sigurisht duke i paguar. Sot kjo është gati e pamundur sepse kushton. Pra, në një farë mënyrë kishin një lloj hapësire më të madhe prodhimi, ku vinte puna, por ishte shumë të censuruar dhe të limituar ku vjen puna tek liria e shprehjes. Megjithatë, brenda kësaj mendoj që ka pas disa mjeshtat kinemas shqiptare para 90-s që kanë arritur që nëpërmjet gjuhës kinematografike të tyre personale ti shpëtojnë censurën dhe sot ne të jemi në gjendje të bëjmë analiza mbi filmat e tyre. Pas 90-s ka qenë një tradicion shumë i gjatë për mendimin tim
Gjithë ndryshimi i kohës nga prodhimi i studiove të mëdha, pra Kino Studios, pas e ditë në prodhime më të vogla me buxhete mizerabël, jashtëzakonisht ulta, që fatkeqësisht vazhdojnë dhe sot të jenë prezent, kinaset, gjëja e parë që bën ata që punonin diku në Kino Studio kishte shumë vështirë të adaptoheshin në një farë mënyre me këtë formën e re të prodhuarit film, dhe më vonë kinaset e tjerë që disa e lanë fatkeqësisht, disa vazhduan dhe një film të dytë, dhe pastaj erdhi një gjenerat tjetër kinasësh, të cilët që u tentuan të adaptoheshin dhe e morën dhe po e çojnë përpara këtë gjë, dhe mendoj që kanë prodhuar filma shumë të mirë, mjeshtror, me një estetikë totalisht ndryshe, të lirë. Pra ne kemi lirinë kreative, por kemi censurën monetare të buxheteve kështu me radhë. Kjo e dyta, për momentin i ka vënë kinasët një vështirësi shumë të madhe kur vjen puna tek fuqia e tyre e shprehjes estetike, sepse ka një problem shumë të madh edhe në debatet që bëjnë në Shqipëri, që bëjnë debat në nivele shumë profesional, që është e vërteta, nuk e kuptojnë që buxheti i filmit nuk ka të bëjë me faktin sa do paguhet regjizori, skenaristi apo producenti. Gjë që duhet të paguhet shumë mirë. Edhe aktorët e njëjta gjë dhe gjithë stafi krijues dhe prodhuesi i filmit. Por ka të bëjë me estetikën e filmit, ka të bëjë me kërkesat estetike që regjizori, autori ka në mendjen e tij ose në mendjen e saj. Dhe kjo përkthehet në buxhet. Dhe këtë nuk e kuptojnë ose nuk duan ta kuptojnë. Kështu që po ti marrësh dy kohë, unë mendoj që janë prodhuar filma shumë të mira atë kohë dhe prodhojnë filma shumë të mirë tani. Tani ka vetëm një sfidë më të madhe, ndoshta, e kisha atëherë, por ne ishim të izoluar dhe filmat nuk depërtonin dot në një arenë ndërkombëtare. Sot sfida e kinasëve, autorëve shqiptar, në përgjithësi është një sfidë më globale, më e madhe. Ne e kemi konkurrencën, flas për festivalet kategorisë A, festivale të rëndësishme filmi, jo për festivale karagjoze që nuk kanë lidhje me këtë që po të shtoj unë. Pra, që të marrësh pjesë në një festival të madh, garësh jashtëzakonshme, qoftë estetike, qoftë kur vjen puna tek prodhimet, qoftë tek përplasja e brirëve të kompanive të prodhimit, të shteteve të prodhimit e kështu me radhë. Kur ne aplikojmë për të marrë pjesë në një festival të madh, pasi kemi bërë këtë garën e madhe 5 vjeçare, 6 vjeçare për të prodhuar një film dhe për ta financuar ndërkombëtarisht, sepse ne nuk e marrim buxhetin të plotë nga Shqipëria, ne konkurrojmë me 12.000 filma, 13.000 filma autor nga vende të ndryshme të botës, dhe po marr një shembull Francën. Shqipëria prodhon në vit 1 ose 2 filma të mirë, ose një film në 2 vite, që merr pjesë në festivale të rëndësishme, edhe Franca, që prodhon pafundësisht filma dhe që e ka buxhetin 1 miliard euro, ndërkohë ne kemi vetëm 1 milion e 200.000 për prodhim, prodhon po kaq filma. 1 ose 2 filma cilësor që marrin pjesë në festivale të mëdha. Pse të është konsum. Ne na duhet 1000 vjet të arrisim Francën, buxheti 1 vjetor të Francës, ndërkohë kur vjen puna te konkurrenca estetike, është e barabartë, është e njëjtë dhe është e egër. Ka peshkaqet që kur ti jetesh në det, do të jesh gati sepse të kafshojnë në çdo moment dhe janë të pamëshqirshëm. Dhe po flas vetëm për industrinë e filmit autor. Unë do përmend Xhanfise Kekon, Dimitar Naknosi, Viktor Gjika, Samir Kumbaro, Esat Musliu, veçanërisht me filmin që është një film shumë i freskët, Rrethi i kujtesës. Pas 90 do thoja Gjergj Vani, Fatmir Koçi me Tirana Vitit Zero, Bujar Limani, ndoshta Robert Budina. Unë mendoj që kjo është një klishe që thuhet lart e poshtë, nuk mendoj që ka krizë skenarësh dhe tematikash. Mendoj që varet kush i shkruan skenarët dhe kush i trajton këto tematika, çfarë nuhatje, çfarë këndvështrimi, çfarë syri ka për t'i marrë aty tek ajo bota e madhe, për të marrë një pjesë të vogël, për ta shkëputur dhe për ta krijuar, për të bërë një film tëndin. Pra nuk mendoj se ka krizë në kuptimin varet kush i shkruan, varet kush i drejton, varet kush i prodhon dhe me sa seriozitet e bën këtë punë. Mendoj që pasuron goxha mirë. Personalisht unë jam autori i temës të ditës, le të themi, unë kryesisht trajtoj drama sociale dhe drama ekzistenciale, pra nga drama sociale ekzistenciale po kaloj tek dramat ekzistenciale. Ky është skenari dhe projekti i tretë që po bëj, ky duhet të vi 4 kështu me radhë, sepse më intereson shumë të merrem me njeriu, me të brendshme njeriu. I shmangëm shumë egzotikës, asaj që ndërkombëtarët duan të shohin tek ne, përpiqem të bëj një kinema autoriale, thellësisht autoriale, estetike, pasionante, që të më përfaqësoj mua personalisht, pra. Unë flas gjithmonë kryesisht për kineman autor. Autori është shumë i rëndësishëm. Pra, autori është individ në vetë dhe ti autori bën filmin e vet, bën artin e vet, bën krimin e vet. Pra duhet ndiqet autori dhe jo të krijohet një lloj rrymë, ku diun, një lloj vale e kështu me radhë.
me thënë drejtën personalisht nuk e ndaj dot fare kinema në Kosovë se kinema në Shqipërisë. Nuk e them këtë gjë kështu se është bërë si, jo. Unë personalisht kam qenë prezent me filmat e mi në Kosovë, kam marrë çmime që në vitin 2007 dhe vazhdoj në mënyrë dhe me thënë drejtën filmat e mi pëlqejnë në Kosovë, siç edhe filmat e kolegëve të mi në Kosovë, të cilët janë disa që unë i vlerësoj shumë, janë prezent në Shqipëri në festivale, marrin çmime vlerësore nga publiku shqiptar. Kosova dhe Shqipëria bashkëprodhon shumë, pra tek ato filmat e Kosovës të suksesshëm në vitet e fundit ka një pjesë shumë të rëndësishme shqiptare, që është pjesa e financimit, e shpirt prodhimit, po themi grupit që ka punuar, po themi teknikëve, aktorëve kështu me radhë. Siç është edhe e kundërta në filmat shqiptar që janë të suksesshëm, ka një prezencë shumë të madhe të kinemas Kosovës që ka të bëjë me financimin, me grupin, me teknik, po themi aktorët e kështu me radhë. Pra, kinema e Shqipërisë dhe Kosovës është shumë e lidhur në mënyrë të pandashme me njëra tjetrën. Sigurisht që ka filma shumë të mirë që janë prodhuar në Shqipëri dhe kanë pas shumë sukses, ka filma shumë të mirë që janë prodhuar në Kosovë dhe kanë pas shumë sukses. Mendoj që është momenti i Kosovës, pra sepse po të studiosh festivalet e kështu me radhë, ka cikle, do në projektorët e festivaleve ka herë kthehen sipas ngjarjeve ose kohës ku jetojmë. Por në momentin ka një lloj kthimi projektorësh nga kinema e Kosovës, që ka qenë dikur dhe nga kinema shqiptare, por tani vazhdon me autor individ, pra nuk është një grup autorësh, por janë individ që i kanë projektorët e festivaleve. Kosova ka prodhuar filma shumë të mirë, shumë cilësor, shumë estetik, shumë autorial, me shumë nerv në kuptimin e mirë të fjalës, shumë konkret. Unë besoj tek autori, nuk besoj tek vala e kinemas. Pra unë personalisht, unë besoj që autori i filmit dhe gjithë grupi krijues, ku përfshihet edhe producenti, krijojnë kineman e tyre, është autori krijon kineman e tij dhe ti je autor në një farë mënyrë që tenton të komunikojë me publikun dhe pastaj publiku të përpiqet të zbulojë gjëra të fshehura aty në ato zonat gri ku autori ka dëshirë të komunikojë me një publik që ka një lloj kulture kinematografike. Flas gjithmonë për filmin autor. Ato emra që unë përmenda për shembull për kineman para 90-s janë shumë të ndryshëm me një tjetrin. Edhe pse kanë operuar brenda një censure estetike të tmeshme. Ka shumë sfida për një vizor në Shqipëri. Gjëja e parë është se nuk dua të duket kështu si kërkesë lëmoshe kështu me radhë, sepse mendoj që artistët e meritojnë, por vëmendja e qeverive të ndryshme kushdo ku ka qenë dhe kush do jetë më vonë dhe që është tani në Ukrainë, mbi artin përgjithësi dhe kineman veçantik. Kjo ka të bëjë me buxhetet. Pra, ne marrim për buxhetin total të filmit shqiptar marrim vetëm 19%, deri në 25% të buxhetit total nga qendra kombëtare e kinografisë. 75% të tjera ne duhet i gjenerojmë nga bashkëprodhimet ndërkombëtare. Pra, po ta marrësh në aspektin rentabël, në ekonomi, ne sjellim 75% të financimit të filmit e sjellim në Shqipëri, në një film shqiptar, trashëgimi kulturore shqiptare i bërë nga një autor shtëpi prodhimi shqiptar, sigurisht me staf ndërkombëtar, pra shqiptar dhe ndërkombëtar, por që është pasuri e Shqipërisë. Dhe po ta përkthesh në gjuhë ekonomike, ne jemi të suksesshëm. Pa shqitjen e biletave. Kjo është sfida e parë. Sfida e dytë është që është punuar shumë fort, jo tani, po besoj 45 vite, po edhe 36 po bëjmë tani, është punuar shumë fort që publiku shqiptar mos ketë shije estetike. Pra mos kultivoj shijet e tyre estetike. Do të thotë që nuk ka, po themi, ku diun, po marrim shembull konkret, për momentin që në Tiranë nuk kemi një kinematek. Unë kam vite që flas e kërkoj, jo vetëm unë dhe kolegët e mi, por çfarë thotë kinematek? Kinematek është shtëpia e kinemas. Do të thotë që një publik që ka dëshirë të shohë një kinema ndryshe, pra jo një kinema komerciale, por do t'i thelloj, po themi, shijet e tij mbi kineman më estetike, më sfiduese, më provokuese dhe kështu me radhë, nuk ekziston. Pra ne nuk e kemi shtëpinë e kinemas. Për shembull, festivali film shqiptar mund të bërë në kinematekën e Tiranës. Pra ne nuk kemi javë të kinemas botërore, por dhe shqiptare. Për shembull, Dimitri Anagnosin duhet ta rikthejmë ta shohë publiku edhe pse nuk jeton më. Duhet shohë filmat e vet, po të shohë në standardin profesional që ai ka xhiruar. Rrethi kujtesës unë e dua shumë si film. Shumë modern për kohën që është xhiruar. Nuk mund të shihet në YouTube me cilëtet skandaloz. Duhet shihet në sallën e kinemas me formatin e vet të prodhimit. Dhe fatmirësisht autori është gjallë dhe diskutohet me autorin mbi çfarë problematikash ka pas, si ka shputuar, si e ka prodhuar, pse ka sjell kaq freskët në atë moment dhe nuk e ka sjell kaq vjetër si ca kolegë të vetët e kështu me radhë. E di pse bëjnë këtë gjë, sepse duan të vjelin vota qore. Pra duan një publik më bazik, më ignorant, që të mos mendojë mundësisht, sepse arti provokon, dhe provokimi çon drejt mendimit apo jo. Kjo është sfida që ka një autor në kineman globale dhe autoriale shqiptare. Ti u dalësh i provokuar artistikisht dhe duke dalë i provokuar artistikisht,
do fillosh të mendosh dhe duke menduar do bësh një qytetar shumë herë më i mirë. Dhe arti ka këtë fuqi, jo kinemaja vetëm, arti në përgjithësi. Pra, investimi mbi artin është censura më e fortë që po i ndodh sot autorëve shqiptar në të gjitha fushat, jo vetëm në kinema, po kinema është art që bëhet me para, sepse ka një aspekt teknik mbrapa shumë të madh. Pra, nuk jemi si piktorët që unë kam një frymëzim, kam një telajë të bardhë dhe hedh pikturën time mbi telajë dhe jam i lirë, jam vetëm, dialogoj me punën time dhe pastaj po e pëlqeu dikush mirë, po nuk e pëlqeu, unë e kam bërë. Ne nuk jemi kështu. Ne censurën e kemi që gërma e parë e skenarit. Që kur fillon fletën e bardhë, aty fillon censura jonë. Ja, kjo studi që jemi ne për shkak, kjo kushton e gjitha. Prandaj e di gjithmonë estetikën me financimin, se ka duket sikur se kanë fare për veten time personale. E treta, nuk kemi shumë salla kinemaje publike, pra është kinemateka një, po duhet kishim salla në çdo lagje, mundësisht publike, kur të bëj një distribuim i filmit shqiptar, në momentin që do prodhojë, do krijojë, do ditë në sallat e kinemas, ne mos kemi censurën e sallave komerciale, që edhe pse ne njohim personalisht, kam shumë respekt për ata që drejtojnë, problemi është që komerci ka diktatën shumë të fortë. Pra e mat çdo gjë me bajgën që prodhon komercializmi. Kinematorit prodhon gjë komplet tjetër. Sigurisht që sfidat e tjera janë sfida estetike, personale, të diskutimit me veten e vet, autori, përpëlitjet që i ka të shpeshta gjatë ditës, gjatë natës, në kohë shumë konstante, por këto nuk llogariten. Para duhet vit shohë gjithë filmat shqiptar të prodhuar me grande publike, të bëj dallimin vet, kush vlen, kush nuk vlen. Kjo ka shumë rëndësi, sepse janë filma që prodhohen me grande publike dhe autorët që prodhojnë kanë një përgjegjësi shumë të madhe mbi estetikën që prodhojnë. Ata të dytë të vinë për të përftuar një estetikë ndryshe, një estetikë kinemas autor, është komplet ndryshe nga gjua e një filmi komercial, fatkeqësisht Shqipëri bëhen dhe shumë banal, fatkeqësisht nuk bëhen dot as profesional. Kur shohim filma të tillë, përftojmë një estetikë të shëmtuar, të deformuar, që nuk të bën ty një person që shen ndryshe botën, por të çojnë më shumë drejt greminës. Po flas për filmat komercial që prodhohen këtu. Duhet vinë të provokohen artistikisht. Ndoshta edhe me filmat e mi, po edhe me filmat e kolegëve të mi, të provokohen dhe mos të dalin nga kinemaja indiferent, po të dalin nga kinemaja të mbushur me nerv politik, që më vonë, nuk e di se kur, kjo është ndoshta idealizmi i budalla, të reagojnë. Kjo mendoj unë që kinemaja autor provokon tek publiku.